Qindra besimtar në Berat kanë marrë pjesë sot në ritualin e përvitshëm në ditën e ujit të bekuar. Kryqi është hedhur nga ura e Goricës në lumin Osum, atje disa të rinj qëndronin gati për ta marrë, ndërkohë qytetarë dhe besimtar të shumt janë mbledhur mbi ura apo në këmbët e saj për të ndjekur nga afër ritualin e hedhjes së kryqit në ujë. Qindra besimtar ortodoks në Berat kanë marrë pjesë sot në ritualin e përvitshëm për ditën e ujit të bekuar. Kryqi është hedhur nga ura e Goricës në lumin Osum, atje ku disa të rinj qëndronin gati për ta marrë. Ndërkohë, siç shihet dhe nga pamjet, qytetarët e besimtarë të shumt janë mbledhur mbi urë dhe në këmbët e saj për të ndjekur nga afër ritualin e hedhjes së kryqit në ujë. Epifania, festa e ujit të bekuar, ishte fillimisht vetëm një festë e shfaqjes së Perëndisë në botë në formë njerëzore. Ajo përfshinte kremtimin e lindjes së Krishtit, adhurimin e magëve dhe gjithë ngjarjet e fëmijërisë, si dhe rreth prerjen dhe paraqitjen në tempull, pagëzimin prej Joanit në Jordan. Festa quhet shpesh sikurse është në librat e shërbesave ortodokse Theofani, që do të thotë shfaqje e Perëndisë. Theksi në këtë festë është në shfaqjen e Jezuit si Mesia njerëzor i Izraelit dhe bir hynor i Perëndisë, njëri nga Trinia e Shenjtë me Atin dhe Shpirtin e Shenjtë. Sipas një raporti për integrimin, tarifa e skanimit në dogana është një pengesë që bie në kundërshtim me marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Në raport thuhet se mosplotësimi i këtij kushti pengon tregtinë midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Sipas një raporti për integrimin, tarifa e skanimit në doganat shqiptare është një pagesë që bie në kundërshtim me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në këtë raport thuhet se mosplotësimi i këtij kushti pengon tregtinë midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Tarifa e skanimit në dogana është një pagesë që bie në kundërshtim me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në raportin kombëtar për integrimin evropian 2023-2025 thuhet se mosplotësimi i këtij kushti ndalon detyrimet doganore ose tarifat që kanë efekt të ngjashëm në tregtinë midis së Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Procesi i skanimit të kontenierëve aktualisht funksionon në doganat e Durrësit, Morinës, Kapshticës, Qafthanës dhe Kakavijes. Ky shqetësim është ngritur edhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila i ka cilësuar si antiligjore këto tarifa. Shqipëria ka 8 vite që po aplikon shërbimin e skanimit në dogana nëpërmjet të një koncensioni PPP, i cili financohet prej pagesave direkte nga zhdoganimet e mallrave në dogana dhe financimeve nga buxheti i shtetit. Që në fillim ky koncesion u kundërshtua fort nga biznesi për shkak të kostove të larta. Në fillim kompanitë kanë paguar 39 euro për kontenier. Me ndryshimet ligjore të bëra në vitin 2015, tarifa ul në 22 euro për kontenier, por kjo tarifë për bizneset është sërish e lartë. Një tjetër çështje që shfaqet si problem për doganat shqiptare janë dhe kontrabanda ndërkufitare, por edhe korrupsioni. Partia Demokratike nëpërmjet zëdhënës së saj ka denoncuar përsëri se SPAK po fsheh provat që flasin për 10 mijëra euro të paguara me kartat e kreditit të Zotos për udhëtimet e luksit në Europë të ish zëvendës kryeministrit, ish gruas dhe ish partneres së tij. Këto prova janë bërë publike nëpërmjet një padie në SPAK. Klodian Zoto i inceneratorëve ka shërbyer si agjenci turistike për ministrin Kanakar të Ramës dhe zëvendësin e tij, Arben Ahmetaj. 10 mijë euro janë paguar me kartën e kreditit të Zotos për udhëtimet e luksit në Europë të ish zëvendës kryeministrit, ish gruas së tij dhe njërës prej partnereve të tij. Provat janë bërë publike përmes një padie në SPAK, por prokurorët Enejt Nakuçi dhe Klodian Praho i kanë shpërfillur, duke provuar për të disatën herë se drejtësia e re është në xhepin e qeverisë. Për një drejtësi të pavarur dhe një SPAK të pakapur, do të mjaftonte fakti që pronari në letër i inceneratorëve, Zoto, paguan ministrit që jep lejet, Ahmetajt, udhëtimet dhe hotelet në Europë për të hapur menjëherë çështjen kundra tij. Për prokurorët duhet mjaftonte fakti se Zoto i djegsave ka djegur parat të taksapaguesve shqiptar duke paguar udhëtimet si të ish gruas, ashtu dhe të partnerës së ministrit Ahmetaj. Pa që nevoja të kthehet në polici morali, SPAK duhet lexonte konfliktin flagrant të interesit të ish ministrit. Edhe studenti i ditës së parë të vitit të parë të juridikut do të lexonte këtë konflikt interesi, këtë akt korrupsioni, këtë shpërdorim dhe vjedhje të hapur, përveç prokurorëve të SPAK, që me qerën e drejtësisë kapin lepujt, por jo tigrin e korrupsionit të qeverisë.
Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka deklaruar se në 14 maj qytetarët do të japin përgjigjen e merituar qeverisë mafioze të Edi Ramës. Gjatë këtyre 4 viteve, theksoi Meta, pushteti vendor i palishëm ka qenë tërësisht në një pushtet bunker për qytetarët dhe taksa paguesit. Meta përmendi dhe faktin tjetër se shumë bashki në vend kanë shpallur falimentimin. Besoj se jemi shumë të qartë, nuk kemi iluzione se gara 14 maj do t'jeti garë e barabartë, nuk kemi iluzione se Edi Rama me ato krima aq të rënda që ka kryer, që nga afera e generatorëve, portit Durrësit dhe koncesionet që kanë dalë jashtë çdo kontrolli, do të pranonte një garë të barabartë dhe të mos përdorte shtetin tashmë të inkriminuar në të gjithë hallkat e tij kundër opozitës dhe kundër ndryshimit, por ne jemi të sigurt se qytetarët shqiptar do t'japin përgjigjen e merituar këtij menaxhimi mafios të shtetit, këtij menaxhimi mafios të pushtetit vendor. Mos harrojmë që në këto 4 vite pushteti vendor gjithë Shqipërinë, jo vetëm që ka qenë një pushtet praktikisht i paligjshëm, por njëkohësisht ka qenë një pushtet tërësisht bunker për qytetarët, për taksa paguesit dhe rilindja jo vetëm që ka patur të gjitha përgjegjësitë, pra të gjithë kryetarët dhe të gjithë këshillat e këtij pushteti vendor, pra këshillat lokale, por mos harrojmë tjetrën që pjesë e madhe e bashkive kanë shpallur falimentimin dhe janë në prag të shpalljes së falimentimit. Kështu që nuk besoj se të gjitha përpjekjet monstruoze që bën kjo qeveri në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim të qartë me të gjitha standardet demokratike që duhet të respektojë një shtet, që duhet të respektojë një qeveri, për të mbajtur me pahir këtë pushtet, do të kenë rezultatin që ajo shpreson, për arsye e thjesht sepse qytetarët e kuptojnë që vetëm çkapja e shtetit do t'japi frymarrje aspiratave tyre për një jetë më të mirë, do të garantojë llogaridhënien e cila është përjashtuar nga rilindja në të gjitha nivelet dhe në çdo rast ju e dini që zgjedhjet e 14 majit janë një tmerr për Edi Ramën, sepse ai ka një pushtet që sot e kontrollon. Kryeministri i vendit Edi Rama ka organizuar një takim me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe. Takimi u zhvillua rreth orës 13 dhe në fokus ishte zgjedhjet vendore të cilat do të mbahen më datë 14 maj. Ky takim erdhi pas një takimi maraton që Rama zhvilloi me kabinetin qeveritar. Kryeministri Edi Rama organizoi një takim me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe. Takimi u zhvillua rreth orës 13 dhe në fokus të bisedës ishin zgjedhjet vendore, të cilat do të mbahen në datën 14 maj. Pak më herët kryeministri zhvilloi një takim me presidentin Bajram Begaj. Takimi u mbajt në presidencë dhe ishte i pari mes Ramës dhe Begajt për vitin 2023. Duke u përgjigjur interesimit të mediave për nisjen e organizimit të punës nga Edi Rama për përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme të pushtetit vendor, Ilir Meta u shpreh se Edi Rama po punon se si të vjedhë vota dhe si të mashtrojë qytetarët shqiptar. Aferat e qeverisë së rilindjes, Ilir Meta i cilësoi një korrupsion të përbindshëm. Ai citoi statistikat botërore që thonë se Shqipëria është vendi i dytë pas Zambies për rishfete. Janë thjesht shpiket marrëdhënieve me publikun për treguar se ku po punon shumë, kur të gjithë e dinë që ai punon vetëm se si ti vjedhi edhe se si ti mashtroi qytetarët shqiptar. I jep disa buk në muaj për një pensionist, edhe ndërkohë vetëm në një ditë qeverie i jep 300-400 milion euro për klientët e vet. Në mënyrën më jo transparente. Ju e dini shumë mirë se çka ndodhur dhe ç'po ndodh me aferën e portit Durrësit dhe me afera të tjera që janë një korrupsion i përbindshëm, që ka vetëm një emër dhe një autor, që është pikërisht Edi Rama. Qytetarët shqiptar këto gjëra i dinë, kështu që vetmja përpjekje e tij është si të mashtrojë shqiptarët dhe të vazhdojë të afusi thikën sa më thellë atyre, pasi ai nuk ka asnjë interes në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nuk ka asnjë interes
në procesin e integrimit evropian të vendit, se po të kishe këto interesa, ai nuk e ka ta ndiste administratën në këtë nivel që e di çdo qytetar shqiptar që jemi vendi i dytë në botë pas Zambias për të paguar rishfete. Edhe sa më shumë e shton ai administratën, pikërisht nga frika dhe nga paniku elektoral që ka, aq më shumë shtohen taksidarët, gjobvënësit, zvarritësit e të drejtave të qytetarëve në zyrat e shtetit në çdo nivel, nga Saranda e deri në Tropoj. Kryetari i Partisë Demokratike në Elbasan, Blendi Himçi, në një deklaratë për mediat denoncoi bllokadën, siç e quajti ai, nga ana e Bashkisë së Elbasanit të mediave për sa i përket mbledhjeve dhe vendimeve të kësaj bashkie. Himçi akuzoi kryebashkiakun Gledis Llatja se ka trajtuar Bashkinë e Elbasanit si seksion të Partisë Socialiste, duke mbyllur çdo dritare të informimit për qytetarët. Për askënd nuk ka qenë lehtë kjo dekatë e abuzimit të pushtetit të Edi Ramës dhe të komanduarve të tij në krye të bashkive. Në këtë fillim viti, do t'ju sjell në vëmendje një rekord të zi të kryebashkiakut në ikje të Elbasanit. Gledi do mbahet mend si kryebashkiaku që e ktheu bashkinë në pronë private. Bashkia Elbasan është zhytur në terr të plot të informimit qytetarëve. Kryebashkiaku në ikje, pas një eksperiencë në raport me institucionet, e ka trajtuar Bashkinë e Elbasanit si seksion të Partisë Socialiste, duke mbyllur çdo dritare të informimit për qytetarët. Mbledhjet e Këshillit Bashkiak Bashkisë Elbasan mbahen të mbyllura dhe nuk pasqyrohen askund. Të dashur qytetarë të Elbasanit, mbledhjet ku merren vendimet për paratë tuaja, për taksat tuaja, për shkollat, për kopshtet, parqet dhe gjithçka që ndodh në këtë qytet janë të fshehura pa transparencë, pa media. E gjitha kjo ka një arsye. Në këto mbledhje s'ka debat, s'ka diskutim, ka diktim, ka pazare, ka bashkëpunim në korrupsion. Gledi në ikje i bashkisë është kthyer në një sekser të Edi Ramës me kompanit, duke shpërdoruar në mënyrën më të papërgjegjshme paratë e qytetarëve të Elbasanit. Gledi, rekordmeni i territ informimit qytetarëve Elbasanas, ka shtuar në CV-n e tij bllokimin e publikimit të çdo vendimarrje të Bashkisë Elbasan në faqen zyrtare të saj. Pra, s'ka transparencë për mbledhjet e Këshillit Bashkiak, s'ka pasqyrim të tyre në faqen e bashkisë, s'ka publikim të buxhetit, s'ka detajim të zërave buxhetor, s'ka publikim të investimeve. E vetmja dritare që Gledi në ikje i bashkisë i ka lënë qytetarëve është faqja e tij e propagandës. Ka 4 vite që bashkia dhe Gledi do mbahen mend si kryebashkiaku që e la institucionin më të rëndësishëm të qytetit në terr informativ. Për ironi, në borderot e bashkisë janë 10 punonjës të medias. Askush nuk shqetësohet për punët e qytetit, për aq sa kohë sa bordet me pagesa të përmuajshme funksionojnë. Lili Sula, drejtuese e Departamentit të Arsimit të Lartë në Partinë Demokratike, ka denoncuar faktin se universitetet publike janë drejt privatizimit. Sula referohet VKM-s numër 741, e cila asgjëson përfundimisht themelet dhe shtyllat bazë të cilat ngrihet dhe funksionon universiteti. Asgjëson universitetin si e mirë publike që përcaktohet në nenin 1 të ligjit 80, duke e parë universitetin si pronë private dhe vetëm si burim fitimprurës. VKM-ja 741 vë në praktik krejon famëkeq 12 të ligjit 80 për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në vend, që është kundërshtuar nga ekspertët e huaj dhe ekspertët vendas, qysh me miratimin e tij më 2015. Ky vendim asgjëson përfundimisht themelet dhe shtyllat bazë të cilat ngrihet dhe funksionon universiteti. Asgjëson misionin e universitetit si e mirë publike, që përcaktohet në nenin 1 të ligjit 80, duke e parë universitetin si pronë private dhe vetëm si burim fitimprurës. Përmes kësaj VKM-ja, universitetet do të rithemelohen, thënë ndryshe,
Pasuritë e tyre të luajtshme dhe të paluajtshme do të rivlerësohen si fondacione me vlerën e tregut, gjendja financiare dhe burimet financiare të universiteteve publike duhet të garantojnë zhvillimin e veprimtarisë së tyre për të paktën 3 vjet akademik e për më tepër do të lidhen kontrata 1 vjeçare pune për personelin akademik të punësuar. Rithemelimi i universiteteve si fondacione, privatizimi i tyre dhe kontratat e punës 1 vjeçare për pedagogët do të thotë nxjerrje në ankand të institucioneve të arsimit të lartë publik, të cilat për shkak të shtrëngesës për mbijetesë do të tyrohen të rrisin taksat e studentëve. Pas goditjes së autonomisë universitare dhe centralizimit të saj në plan financiar, administrativ dhe atë të lirive akademike, pas ngritjes së një sër agjencish jashtë Ministrisë së Arsimit që si masa tumorale burokratizojnë vertikalisht jetën universitare dhe shpenzojnë nga buxheti i tyre, të kujtojmë që vetëm Akfali, Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, nuk funksionon fare, pasi mbylli prej 9 vitesh studime doktorale, duke i hequr në mënyrë antiligjore universiteteve ciklin e 3 të studimeve, si dhe duke ndaluar arbitrarisht të drejtën e kualifikimit studentëve më të mirë, e njëherësh duke pezulluar kërkimin shkencor në vend, pasi përcaktoi mesataret hyrëse për maturantët për të nisur studimet e larta, duke i detyruar ata të marrin rrugët e mërgimit në këtë shpopullim të pashembullt historik të kombit. Kryetari i Partisë Lirisë, Ilir Meta, mes ditën e sotme ka shkuar pranë ambienteve të selisë së Partisë Demokratike. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se Meta ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, Flamur Nokën, pasi ish kryeministri Sali Berisha nuk është prezent për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, mes ditën e ditës së sotme ka shkuar pranë ambienteve të selisë së Partisë Demokratike. Sipas informacioneve paraprake, Meta zhvilloi një takim me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, Flamur Noka, pasi ish kryeministri Sali Berisha dhe njëkohësisht kryetari i kësaj partie nuk është prezent për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Për këtë vit kjo është vizita e parë e kryetarit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, në ambientet e selisë blu dhe takimi i parë i palëve opozitare. Ndërkohë kujtojmë se ditën e djeshme deputeti demokrat Oert Bylykbashi, gjatë ceremonisë së mbajtur për 32 vjetorin e themelimit të gazetës Rilindja Demokratike, u shpreh se kryetari Sali Berisha nuk mund të ishte prezent sepse ishte sëmur me grip. Kryeministri Edi Rama ka zbardhur takimin e zhvilluar mëngjesin e sotëm me kreun e shtetit Bajram Begaj përmes një postimi në Facebook. Rama bën me dije se gjatë këtij takimi ka informuar presidentin Begaj lidhur me çështjet kryesore të këtij viti qeverisës, si dhe për të përgatitur mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Kryeministri Edi Rama ka zbardhur takimin e zhvilluar mëngjesin e sotëm me kreun e shtetit Bajram Begaj përmes një postimi në Facebook. Kryeministri Rama bën me dije se gjatë këtij takimi ka informuar presidentin Begaj lidhur me çështjet kryesore të këtij viti qeverisës, si dhe për të përgatitur mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Gjithashtu në këtë takim u fol dhe lidhur me ndryshimet e ambasadorëve në misionet tona diplomatike. Takimi i fillim vitit me kryetarin e shtetit për ta informuar mbi çështjet kryesore të këtij viti qeverisës, si dhe për të përgatitur mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, si dhe ndryshimet e ambasadorëve në misionet tona diplomatike, shkruan kryeministri Rama në Facebook. Ndërkohë kujtojmë se ditën e sotme rreth orës 13, kryeministri Rama zhvilloi një takim me drejtues politik të Partisë Socialiste në Qarqe. Në fokus të këtij takimi ishin zgjedhjet vendore, të cilat do të mbahen në datën 14 maj. Vendimi i qeverisë shqiptare për konfiskimin e kullave me kate pa leje ka hyrë në fuqi më datë 5 dhe është botuar në fletoren zyrtare. Në vendimin e zbardhur bie në sy se pas konstatimit të palishmërisë, subjektet ndërtuese do të njoftojnë autoritetet përkatës, se Drejtoria e Administrimit të Pronës Shtetërore do të njoftojë zhvilluesin ose çdo objekt të autorizuar prej tij për mundësinë dhe afatin kohor që ai ka në dispozicion. Vendimi i qeverisë shqiptare për konfiskimin e kullave me kate pa leje ka hyrë në fuqi në datën 5 janar dhe është botuar në fletoren zyrtare. Në vendimin e zbardhur bie në sy se pas konstatimit të palishmërisë, subjektet ndërtuese do të njoftohen nga autoritetet përkatëse. Drejtoria e Administrimit të Pronës Shtetërore do të njoftojë zhvilluesin ose çdo subjekt autorizuar prej tij për mundësinë dhe afatin kohor që ai ka në dispozicion. Më pas së referuar vendimit, ndërtuesi do të paraqiten vullnetarisht për të kaluar me akt notarial në favor të shtetit me një kontratë premtim shitje me vlerën 1 euro të drejtën e pronës, të sipërfaqes së ndërtuar pa leje ose në tejkalim të lejes së ndërtimit. Në rastet kur subjekti i zhvillues kryen apo nuk kryen nënshkrimin e kontratës e premtim shitjes me vlerë 1 euro apo kontratën finale të shitjes, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit
referuar më poshtë IKMT, njoftohet nga Ministria Përgjegjëse për administrimin e pronës shtetërore. Ajo që bie në sy është se Ministri i Përgjegjës për administrimin e pronës shtetërore nxjerr urdhrin për vlerësimin e pronës dhe cakton ekspertin vlerësues të licencuar të pasurisë së paluajtshme, të cilët do të hartojnë në raportin e vlerësimit. Numri i ekspertëve do të përcaktohet nga volumi i ndërtimit të konfiskuar. Shpenzimet për ekspertët përballohen nga Ministria Përgjegjëse për administrimin e pronës shtetërore nga të ardhurat e siguruara nga shitja e objektit. Kjo pagesë do të jetë 2% e vlerës së objektit apo të grup objekteve të vlerësuara, por jo më pak se 60.000 lekë dhe jo më shumë se 300.000 lekë pa TVSH. Ekspertët do të kenë 10 ditë kohë për të përgatitur raportin. Qeveria po bën gati projekt ligjin që edhe ujësillësit të jepen me koncesion. Propozimi ishte hedhur prej kohësh për konsultim publik dhe së shpejti pritet të kalojë në kuvent për diskutim dhe miratim. Edhe pse institucionet ndërkombëtare kanë paralajmëruar për rrezikun nga koncesionet, qeveria nuk tërhiqet duke dhënë me PPP dhe një tjetër sektor jetik për qytetarët. Qeveria Rama parashikon që gjatë vitit 2023 të nisë procedurën e dhënies me koncesion të ndërmarrjeve të ujësillësve, të cilët përbëjnë një ndër sektorët jetik të ekonomisë dhe shoqërisë. 8 persona janë vënë prangat e policisë së shtetit gjatë 24 orëve të fundit për vepra të ndryshme penale si vjedhje, zjarrvënie dhe posedim të lëndëve narkotike. 3 prej të arrestuarve janë 19, 23 dhe 24 vjeç të arrestuar për posedim kokaine dhe kanabisi, ndërsa një 34 vjeçar është arrestuar pasi ka vënë zjarrin makinës së një qytetari. 8 persona janë vënë në prangat e policisë së Tiranës gjatë 24 orëve të fundit për vepra të ndryshme penale, si vjedhje, zjarrvënie dhe posedim të lëndëve narkotike. 3 prej të arrestuarve janë 19, 23 dhe 24 vjeç, të arrestuar për posedim kokaine dhe kanabisi, ndërsa një 34 vjeçar është arrestuar pasi ka vënë zjarrin makinës së një qytetari. Në njoftimin e plotë të policisë së Tiranës shkruhet: KS, 19 vjeç, banues në Tiranë, u arrestua pasi gjatë kontrollit fizik nga shërbimet e policisë ju gjet një sasi lëndë dyshuar narkotike kokain, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. AC, 23 vjeç, u arrestua banues në Tiranë pasi gjatë kontrollit fizik nga shërbimet e policisë ju gjetën sasi të vogla lëndësh të dyshuara narkotike, të llojeve kokain, heroin dhe kanabis, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë nr. 2 arrestuan shtetasin ET, 34 vjeç, banues në Tiranë, pasi në rrugën Mustafa Qosja i ka vënë zjarrin automjetit në pronësi të shtetasit AD. BR, 30 vjeç, banues në Tiranë, pasi ka thyer xhamin automjetit të shtetasit AK dhe ka vjedhur një pajisje. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë nr. 3 arrestuan dhe shtetasin EB, 24 vjeç, banues në Fier, pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një dorezë metalike e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë nr. 6 arrestuan shtetasin EP, 32 vjeç, banues në Tiranë, pasi gjatë kontrollit në automjetin që ai drejtonte, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një shufër metalike si ato të policisë. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin NG, 49 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka përshëndet nismën e kryeministrit Edi Rama për nisjen e punimeve për ndërtimin e 3 stadiumeve të reja në Vlorë, Durrës dhe Korçë. Ai e konsideron atë një lajm të mrekullueshëm për futbollin. Lajmi i mrekullueshëm për futbollin që fillimin e vitit 2023 ta nisi me nismën për ndërtimin e 3 stadiumeve të reja në Durrës, Korçë dhe Vlorë, qytete me traditë futbolli dhe me një popull futbolldashës në tribuna dhe shkallët e stadiumeve. Të nderuar teleshikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë me Ruta Kofshi.